Zonja Flutura Aliaj, e lindur në vitin 1974, drejtuese aktuale e ansamblit Peter Bogdani Has dhe përgjegjëse arsimit dhe kulturës, që nga muaji shtator i vitit 2023. Numëron 15 vite punë si mësuese filluar që nga viti 2002 me shkëputje. Zonja Flutura tregon se numri i artistëve në ansamblin Peter Bogdani Has është 50 dhe në varësi të koncerteve arrin të jetë edhe numri i artistëve që performojnë. Atëherë përshëndetje zonja Flutura. Përshëndetje, Klevisa. Dhe do vazhdojmë direkt me pyetjen që mos u humbasim kohë dhe juve. Si lindi ideja e impenimit tuaj në muzikë? Ideja ime për impenimin e muzikë ka qenë gjithmonë, sepse unë rrjedh nga një familje që ka pas gjithmonë ëndër muzikën. Në familjen time gjithmonë instrumentet kanë qenë prezent. Të gjitha nga fylli, defi, çiftelia, sharkia, të gjitha këto kanë qenë prezente në familjen time ku unë jam rritë. Cilat janë disa aktivitetet që keni marrë pjesë gjatë karrierës tuaj dhe cilin do të veçoni si më të mirë ndoshta? Aktivitetet janë shumë. Për 2 vite që unë drejtoj ansamblin Peter Bogdani, janë shumë aktivitete që ne kemi marrë pjesë si brenda hasit, si jashtë hasit dhe jashtë kufive të themi, se tani ne më s'kemi kufi me Kosovën, por që dua të veçoj nga të gjitha këto aktivitete, aktivitetin kur ne kemi marrë pjesë në spektaklin Hasi e Hon të Kosovës, në festivalin Hasi e Hon, me datën 2 maj të vitit 2024, ku aty marrin pjesë 23 shtëpi kulturore, të cilat ishin nga diaspora, nga Shqipëria dhe Kosova. Ne aty u vlerësum me vendin e parë. Për ne ishte një merit e madhe, sepse ne aty kemi performuar të gjitha projektet që i kërkon të spektakli, festivali Hasi e Hon. Kemi dërguar traditën të rotë ndër vite, e cila përbuhet me fanatizëm në hasin tonë.